Njeriu vetë duhet me vepru shumë më shumë se kur është para kamerave. Shumë më shumë se kur thot dikush ato ta ngjëzum muhabetin. Shumë më shumë se sa kur ti je blok i teknologjisë. Çfarë do të më bëj vëzë? Thonë, "O, ka melaçe, jo teknikës." Melaçe, ka melaçe shkruajt. Po mbi këta vëzë, o zoti melaçe, i cili s'ka nevojë më shkruaj kurkush. As ka nevojë më regjistru kurkush. Po këta ka bëu për neve. Sa i din kë? Allahu xhelalu ala i din të gjitha. E dyta vëzë, që kanë dhënë dietar nga ky ajet, kanë thënë fanadathu almalaikatu, se melaçet flasin me zot. E kanë thirr melaçet Allahu xhelalu ala Zakaria alayhi salatu wassalam. Fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi almihrab. E kanë thirr melaçet të cilët e kanë gjetë Zakarian duke fal namazin mihrab. Kjo çka argumenton vëzë? Kanë thënë dietarët, lejohet me i fol njeriu derisa është duke fal namaz për urgjencë. Ai nuk lejohet me ta kthi pos me isharat. Lejohet. Domethënë, nëse njeriu është u fal, u ka lidh, qoftë farz, qoftë sunnet, vullnetare. Ndërkohë që ki duhet ty, ki shka të fal, domosdo. Por shembull, i ka dokumentat e tua, i ka pas në xhep, ti ki munis ndi, ai në 15 ndi ka hi mu fal. Të sheme thona, ta presmi, mike aeroplani. Që të me ba? I folë, o burë, për mi dokumentet, se në gjepë kanë vetë. Nëse mundët pa e prish namazin, me t'i dhonë dokumentet dhe të t'i ape. Qësë mundët? E prish namazin. Andaj, shikosh ka thëtë Allahu, fenadet hul melaiketu, o qaimun yusalli fil mihrabi. E kanë thirë melaçet duke qenë duke falaj. Dhe i kanë thonë, Allahu ka me ta quti Jahjen, për gëzim. A dhe së gënjarë, zë du mu pa dërvish. E ki pa të nga përdojnë shpesh këtë vëzër. Na gjdo namaz, gjdo gjuma, gjdo ligjerim dhe na, kush është ku të lidhësh namaz? Nëse ka telefoni, shka kushtonë vëzër? A më disa njerëz dojnë mu po ma zotni se sa janë. Qa të kushtonë ti me e bo këta? Qa të kushtonë me e bo? Pazo. Se, qka me e keqja? Kur i cingëran, bëhat dërvish. Dhe me kish livrit. Dhe vëshmërin e konë qilë. Allah, heke telefonin për gjepit, nale. Dhe 500 vetave, ja u prishë namazin, nale. Ana nuk duhet vëzën njëri më bëtë dërvish. Qka duhet me ba? Nëse mund është me të prek me menal, nale. Mirë, nëse njëri dhëtë, po, nale, dhe ke pa. Heke Allah, nale. E në vazhdo të namazin. Po pse be 500 vete të me pakujt namazin tanë? Po qka janë du të thirë? Kur ta thërshajt, kafe të kaftof, hajde. Nuk ka regull, Allah, valla nuk ka regull, se ti neve namazin për në e qonë poshtë, namazin shkoj poshtë, për çka për kafën tane. Po kër të kotë, Allah alem qka për shka thiraj, këtë të kotë, jo veç e qira aje mirë. O që këtë të kotë, po e banalizojmë, vëzër, se këto për ne e banalizojnë namazin eve. Na çdo namaz, o, nale be atë telefon, se shkjo namaz, vëzër. Tasha duhet me banë, sigur, çdo xhamia sa të ishtu më të këput rjetja. Nuk ka regull ajo. Andaj, shiko, me lasët i kanë folë namaz. Andaj, lejohet, kanë thënë dietarë si dispozit fetare, lejohet që njeriu vëzër, kur është dikush duke e falë, që më ka urgjencë, ka i në gjep vetë i ka diçka, u ka lidh namaz. I thu, o insan, qit ma qelsin, qit ma dokumentin, se tash tamam, ti je lidh namaz, por na kena zor. Nuk mundet njeriu vëzër me e bo namazin e vetë, pen me damtut i kanë. Apo kanë thënë dietarë për shembull për urgjenca. Për shembull se njeriu me mesazhe të zanit, apo çfarë do lloj mesazhi merr se dikush të urrzu, apo të lëndu, apo edhe dëmtohet diçka e prish namazin. Për shembull, e nisë diçka o të u bë dam, ama kia të fal. Çfarë do të më bëj vëzër? Të më ndal namaz, shko rregulloj atë. Andaj në ditë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e pa duke u fal, njërin prej grave të veta, xhamia e cila e ka lidh një pe litar, që kur ti hupe takati me mark litarit. Kur ashtu pejgamberi sallallahu ka thënë kush e ka lidh këtë litar? Ka thënë Zenebi. Ka thënë pse e ka lidh? Ka thënë ja Rasulullah, jo po falet. Dënjar kur e hub xhumi, mahat. Ka thënë lidhe, zgjidhe litarin. Ka thënë faluni sa jeni të kthjellët, katër pjesë feleni. Nuk mund për shembull njëri vëzë me të kaluar limitin e vet. Apo, pse ka thënë alayhi salatu wassalam, la salata bi hadrati at-ta'am. S'ka namaz tu kanë sofra shtrut. Dietarët mëse kanë thënë, këtu është e kuzuar me uri. Por që i mund njani s'ka angër 20 orë buk. Ja kanë shtru sofrën, ki thot du mu falë na file. Ti shë në falë për na file, se ti ki mu falë me zarzavate. Ti shki mu falë. As farzi, pse mbush e barkun ja. Qa ki me thonë, qa ki me thonë namaz?
O vetë do të kuptoj ne jemi qenje njerëzore të dobta të varta prej bukës dhe ujit. Merë ujin, merë bukën. Si çu përmend ligjëratën e të shtunës, pa e tepruar. Ata ka thon falu. S'ka namaz tu kon sofra shtrut. Pse ka thonë se s'ka namaz tu kon sofra shtrut? Po çete praktikisht tash, se zakonisht na ki dërvishllok na mit. Sofra shtrut, era vjen, ti e junt. Ai tu falash që tu bë. Çe tu bë, ti nuk i tu fal. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nëse për një me e ki namazin, uluha. Kryje, ajde ta shkallëzoj vetën. Ta shkallëzoj vetën. Ama ti ki mira shkurt namazit për me mritë e sofra. E për mësa me e thatë kundër tënë. Hajmë shoj sofrës njëherë, kryje me sofrë, ajde ta shfallu. A në dhe dë njëherë, shiko, fenatët hull me lejke, kanë thirë me lachët. Edhe kanë folë, i kanë folë. A i tu falë, se i kanë folë. Dhe vëzër kjo ka arë nga Omar ibn Khattabi, që ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauziyja në Zadul Ma'ad, kona kam baru, e ka përmeni se Omar ibn Khattabi prin namaz, vëzër, Allahu Gjellë ja ka mundësu me i pa ushtartë e vetë të luftuë në Irak, në Persi. Edhe shpesh i ka thonë, dilni ma të knejena, shkoni ma të knejena, luftoni ma të knejena. Edhe kër e kanë pyet, ka thonë, po më tregon, Zoti jonë Gjellë Gjellalu. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kjo nuk është shpallje, kjo siklet. Pi sikleti njëri shesh ka tjetri. Sigur që i kanë thonë Hasan al-Basriut, prej kati këto fjalë të urta, shumë kur pjetu dhe një fjalë, po del qashtu. Dhe këto kanë menu, dhe me, ja, do mon, trashëgona, ka thonë, pi sikleti. Kur e ka dikush një siklet, ja mundësën Allahu Gjellë Gjellalu me e kry punën që është mas mirë dhe me thonë fjalë të urta. A ne përmendëm, s'ka fjalë të urta zënginave. Gjeni zëngin që cili e kishtan një fjalë, apo, bile njësë që rritë e kur i acëllon dhe njerë zëngini. Dhe shire kje dhe pare ka dhe foli mirë shtash. Se sa normale me foli mirë. A i du me foli për parat e veta. Ama fukaraja, a i siklet që ka, a i që ka brenga, a i që njeri, a i që ka ndërgjegje, a i që lodhe, a i që brengosët, a i del për ti fjale mirë.